10 ditët e para të muajit të Dhul-Hijhes krahasohen me vlerën e 10 netëve të muajit të Ramazanit. Muhamedi a.s. ka thënë, veprat më të mira dhe më madhështore dhe më të dashura te Allahu janë në këto 10 ditët e Dhul-Hijhes. Ajka këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijhes është dita e Arafatit, domethënë nata e Kurban Bajramit. Natë e cila nënshtrohet e keqja, krenohet Zoti me pelegrinerët e haxhit dhe me lutësit kudo nëpër botë. Natë në të cilën u plotësua fjala dhe feja e Zotit xhaleshanuhu. Ditën e Arafatit zbriti ajeti kuranor i fundit ku Allahu thot: "Sot përsosa për ju fen tuaj, plotësova dhuntin time ndaj jush dhe për ju zgjodha Islamin fe." Kush agjeron këtë ditë, fiton mundësinë që t'i falen mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit që vjen pas. Bëhu vigjilent, mos e lsho këtë mundësi. Shfrytëzoj këto 10 ditë duke i përmendur fjalët La ilaha illallah, Allahu Ekber, Elhamdulillah. Me pak mund, fito shumë shpërblime. Adhuro sot që të mëshirohesh nesër.